Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa la aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa lil zalimin, wa salatu wa salamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin, Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam, wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in, ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Falendrojmë Allahun fuqiplot, Allahun adhurojmë, Allahun e madhrojmë, për Allahun ndihmë dhe falje kërkojmë, salavatet dhe selamet Muhammedit sallallahu alaihi wasallam e dërgojmë, familjes së tij, shokëve të tij dhe mbi të gjithë ata të cilët rrugën e tij e pasojnë. Vëllezër, keni frikë Allahun subhanahu wa ta'ala, madhrojni fejnë Allahut azza wa jall, respektoni rregullat e Allahut fuqiplot, nihni pozitën e fesë suaj dhe përgatituni për botën tjetër, thot Allahu fuqiplot. Ja ayuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an walidihi wala mawludun huwa jazin an walidihi shay'a. Inna wa'da Allahi haqq fala taghurrannakum al-hayatu ad-dunya wala yaghurrannakum billahi al-gharur. O njerëz, friksojni Zotit tuaj dhe keni frikë kur asnjë prind nuk do t'i bëj dobi fëmijës së vet. As fëmia nuk do ta ketë mundësi t'i bëj dobi prindit të vet. Premtimi i Allahut është i vërtetë. Prandaj mos t'ju mashtroj jeta e kësaj bote, mos t'ju mashtroj jeta e kësaj dynjaje, dhe mos t'ju mashtroj mashtruesin ndaj Allahut. Vëllezër, për hir të Allahut, tulla e parë e ndërtimit të shoqërisë është familja. Kur themi familja, veçanërisht bashorti, bashortja. Me përmirësimin e saj, pra me përmirësimin e familjes, përmirësohet shoqëria. Prandaj shohim se Allahu subhanahu wa ta'ala i ka dhënë një peshë, një rëndësi të madhe familjes. Pra familja, bashortësia kanë një rëndësi të madhe në fenë e Allahut azza wa jall. Sepse me rregullimin e saj rregullohet shoqëria. Tekstet e Kuranit dhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë sqaruar shumë mirë detyrimet ose detyrat ose obligimet bashkëtorë. Pra burri që i ka ndaj gruas dhe grua që i ka ndaj burrit të saj. Ose detyrat, obligimet që i ka njëri ndaj tjetrit. Këtë gjë ose shpjegimet e këtyre obligimeve dhe detyrave i gjejmë shumë bukur, mirë, qartë, të qartësuara, të detajizuara në librin e Allahut dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Jeta është e mirë. Andaj çdo njeriu dhe synimi çdo mendimtari është normal që ta ketë jetën e mirë, të kalojë një jetë mirë, të jetojë një jetë mirë. Veçanërisht në këtë kohë, në kohën kur jeta e njerëzve është trazuar, kur jeta e njerëzve është e vështirë, kur jetojnë njerëzit një jetë të rëndë të vështirë, unë të gjithë ne synojmë të jetojmë një jetë të rahatshme. Çdo kush dëshiron që jeta të jetë e qetë, pa probleme, pa vështirësi, pa brenga, pa shqetësime. Stabiliteti i familjes është një synim i lartë dhe nuk arrihet vetëm me ndihmën e Allahut azza wa jall. Për pas një familje stabile, të nevojitet ndihmë Allahut azza wa jall. Pa ndihmën e Allahut nuk mund të kesh stabilitet në familjen tënde. Kjo është e para. Pra, pa suksesin e Allahut nuk e arrin këtë. Pastaj arrihet ajo me suksesin e bashkëshortëve, me suksesin e burrit dhe gruas, dhe në mirë menaxhimin e jetës së tyre. Pra në fillim, pa suksesin e Allahut nuk mund të kemi jetë të rahatshme, e pastaj pa mirë menaxhimin e bashkëshortëve nuk mund të kesh rahati, qetësi në familjen tënde, në shtëpinë tënde. Pra, kërkohet vetdije, kërkohet kujdes, kërkohet mençuri nga ata të cilët janë përgjegjës
për stabilitetin e jetës së familjes, për stabilitetin e jetës së bashkëshortëve, për stabilitetin e jetës së fëmijëve, të cilët model të parë se si ta jetojnë jetën e tyre i kanë prindërit. Dhe si që kemi cekë dhe më parë në për ligjëratë të tjera se prindërit, kemi bajt një ligjëratë që ishte më duket ta ligjëratë e para fundit, pra modeli praktika, jeta praktike e prindërve është modeli më i mirë për fëmijët. Dhe fëmijët pikës pari që shohin prindërit e tyre. Se cili prej prindërve, pra prej bashkëshortëve, prej nana, baba ose burri, gruaja, ata duhet ta kryejnë rolin e tyre në ndërtimin e një familje të bashkuar e jo të coptuar. Nëse burri nuk e lun rolin e tij si burr, po e lun rolin e tij si grua, ose e lun rolin e tij si fëmijë, nuk mundet familja të jetë e bashkuar. Ose kundërta kur gruaja lun rolin e burrit ose të fëmijëve, pra i ndrojnë përgjegjësitë e tyre, i ndrojnë rolet e tyre, edhe ti pastaj kërkon një familje të bashkuar edhe një familje të qetë, të miljon, nuk mundet, sepse i kanë përzi postet e tyre. Fëmija ma shumë i dëgjohet zëri fëmijës se babës. Ma shumë e grenë zëri fëmijës se baba. Ma shumë bërtit grua se burri, e kështu më radhë. Ma shumë urdhëron burrit se gruaja ose fëmija. Aty nuk mund të gjesh rati. Aty nuk ka mirë menaxhim të familjes e as stabilitet në atë familje. Një nga detyrat më të rëndësishme mes bashkëshortëve është që secili t'ia japet të drejtat që i takojnë. Detyra ime është që t'jap të drejtat që i takojnë bashkëshortes sime. Dhe detyra e saj është që ajo të më jep të drejtat që më takojnë mua si bashkëshort. Të mos ja marrin të drejtat njëri tjetrit. Dhe mes bashkëshortëve duhet të ekziston një marrëveshje dhe beslidhje e fortë, e cila në Islam ka një pozitë shumë të lartë. Marrëveshja dhe beslidhja. Thotë Allahu Azza wa Jall: وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. Ju tashma keni pasur marrëdhënie me njëri tjetrin dhe ato, pra gratë, kanë marrë për jush një beslidhje të fortë. Gjithashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ittaqullaha fin nisa fa innakum akhadhtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah." Keni frikë Allahun në mënyrën se si silleni me gratë. Keni frikë Allahun në mënyrën se si silleni me gratë, sepse ju i keni marrë ato si emanet nga Allahu dhe është bërë i lejuar bashkimi me to me fjalën e Allahut. Pra, ke përdor fjalën Bismillah, ke përdor fjalën e Allahut në fillim, në natën e parë, në momentin kur ti je bashkuar me të. Dhe çdo herë kur bashkohesh me të, ti përmend emrin e Allahut. Pra ti përdor emrin e Allahut dhe ke marrë emanet nga Allahu, kujdes kje frikë Allahun në këtë emanet. Një nga shenjat, se janë disa shenja që të regojnë ose që aludojnë ose që na bëjnë me dije se këto shtëpi ose ajo shtëpi është e qetë. Nëse një shtëpi i ka këto shenja, ajo shtëpi është e qetë. Një prej atyre shenjave që të regojnë se shtëpit janë të qeta dhe ka lumturi në ato shtëpi, është që ato shtëpi ndërtohen mbi dashurin dhe mëshirë. Nëse mes bashkëshortëve, se veçanërisht këtë temë ka të bëjë për bashkëshortin dhe bashkëshorten. Nëse mes bashkëshortëve ka dashuri dhe mëshirë, në të ka qetësi dhe në të ka lumturi. Në atë shtëpi ka qetësi dhe ka lumturi. Thot Allahu Azza wa Jall, në realitet është një poezi
ku thot shtëpia nuk mund të jetë e qetë pa dashuri. Një dashuri që mbetet dhe ruan besnikërinë e saj për gjatë kohës. Kur dashuria largohet dhe paraqiten dyshimet në mesin e bashkëshortëve ose mes bashkëshortëve, në atë shtëpi ma lumturi nuk ka. Kur dyshimi hyn prej derës së shtëpisë, prej dritares del lumturia, nuk qëndron në atë shtëpi. Dhe ajo që më së shumti ka shkatru familjet sot dhe i shkatron, dyshimi, paraqitja e dyshimit mes bashkëshortëve. Kur bashkëshorti dyshon të bashkëshorti e saj dhe e kundërtana sjelljes. Dhe prej kësaj familje ma, prej kësaj shtëpie largohet lumturia. S'ka më në të lumturi vetëm në të ka shqetësime. Dhe ka vetëm muhabete për larje. Sepse u largu dashuria. Sikur kishte ekzistu dashuria, nuk do të kishte hapësirë për dyshime. Por kur dashuria paksohet dhe vërehet paksimi i dashurisë mes çiftit, mes bashkëshortëve, automatikisht atëherë paraqiten dyshimet mes bashkëshortëve. Dhe largohet lumturia nga ajo shtëpi dhe largohet qetësia nga ajo shtëpi. Dashuria dhe mëshira mes bashkëshortëve. Sa madhështore është kjo shenjë për qetësinë dhe lumturinë e një shtëpie. Sa madhështore si shenjë për qetësinë dhe lumturinë e një shtëpie është kjo shenjë. Cila? Dashuria dhe mëshira. Thot Allahu Azza wa Jall, dëgjoj këtë ajet kuranor dhe bindesh mirë e kupton. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dhe nga shenjat e tij, pra nga shenjat e Allahut është se krijoi për ju prej llojit tuaj bashkëshorte. Me çfarë qëllimi? Pse Allahu e krijoi Havën nga Ademi, nga brini Ademit, që të gjeni prejet e kato. Që të gjeni prejet e kato. Dhe vendosi ndërmjet jush dashuri dhe mëshirë. Vendosi mes jush dashuri dhe mëshirë. Pse? Sepse në të ka shenja për njerëzit që mendojnë. Pra, në të ka shenja për njerëzit që mendojnë. Çfarë shenja? Mes kujt? Mes bashkëshortëve. Dhe ajo që Allahu vendosi është dashuria dhe mëshira. Mirë. Allahu subhanahu wa ta'ala na ka bo me dije se shtëpit shkatrohen kur nisin të thahen ndjenjat dhe kur paraqitet neglizhenca, kur neglizhojmë të drejtat mes bashkëshortëve. Kur nisin të thahen ndjenjat, pra, kur paksohet dashuria, kur paraqitet një distancë mes bashkëshortëve, kur nisin bashkëshortët të krijojnë mur, të ndërtojnë një mur mes tyre, i cili mur pastaj do të jetë vështirë për të rrëzohet. Dhe ky mur ndërtohet me shkatrimin e ndjenjave, me paksimin e dashurisë. Dhe vërejnë bashkëshortët mes tyre, dhe kjo është një problemeve dhe këtë vete dëshmojnë, dhe kur acekim vetëm heshtin dhe dëgjojnë. Kalojnë javë, kalojnë muj për të pasur raporte mes vete. Duke ditur se Allah subhanahu wa ta'ala si burin, si gruan, na ka kriju me epsh, me ndjenja.
Dhe ka nevojë njëri për tjetrin. Dhe kur kalojnë 2 javë, 3 javë, 1 muaj, ma shumë se 1 muaj, bile 2 muaj, kur i afrojnë 1 tretit muaj, ata vetë se ma kanë arritur në pragun e divorcit, në pragun e shkatrimit të familjes. Pse? Sepse ndjenjet u paksun, ose ndjenjet u shkatrun, dhe kështu neglizhojnë ma të drejtat dhe obligimet e njëri dhe tjetrit. Se kur ta dush dikë, kur ta dush bashkëshorten, kur të kesh dashuri të sinqert ndaj saj, kjo të shtyn gjithashtu të mendojsh në detyrat e tua ndaj saj, ose në obligimet që i ke ndaj saj, dhe anasjelltës. Por kur dashuria paksohet dhe krijohet ai muri mes tyre, i harojnë obligimet dhe detyrat e njëri ndaj tjetrit. Dhe kështu pastaj vjen deri në shkatrimin e familjes dhe për shkak të mos vetdijes së tyre, për shkak të mos kujdesit të tyre dhe për shkak të mos kushtimit të rëndësisë jetës bashkëtorë dhe familjare, më në fund vujtjet më së shumti i kanë fëmijët e tyre. Prandaj vëllezër, duhet të ruhemi për këtyre 2 gjërave dhe të ruajmë atmosferën e shtëpive tona. Cila ishte para? Shkatrimi ose tharja e ndjenjeve, kur dashuria paksohet, dhe 2, kur neglizhojmë të drejtat mes bashkëshortëve. Këtu duhet kemi shumë kujdes. Shtëpitë tona, vëllezër, duhet të jenë të mbushura me qetësi. Duhet të jetë të mbushura me përmendjen e Allahut, me leximin e fjalës së Allahut dhe me zbatimin e rritjeve të fesë islame, e ndër më të rëndësishmet është falja e namazit në kohën e tij. Falja e namazit në kohën e tij në shtëpi është ajo që lun rolin më të madh për ruajtjen e paqes, dashurisë dhe kujdesit dhe gjithashtu mos neglizhimin e obligimeve dhe detyrave ndaj njëri tjetrit. Falja e namazit në kohë, në shtëpi, ku mblidhen familja dhe i kushton rëndësi namazit në kohë, dije se në atë shtëpi ka dashuri, ka qetësi e ka lumturi. Kur namazi vonohet në një shtëpi, një familje, dhe kur kujdestari përgjithësi nuk kujdeset për namazin, dhe kur tim teket qohet, falet, ose ka me u falë, ose s'ka me u falë. Dhe shumë prej atarëve të familjes pastaj nuk e falin dhe namazin, ose shumë prej tyre e vonojnë namazin, ose shumë prej tyre lejojnë që të kalon namazin prej kohës së tij. Në atë shtëpi, edhe pastaj njët nuk e falin bashkarisht, e falin veç, në atë shtëpi nuk do të sundon paqja, qetësia, dashuria, lumturia. Shtëpitë tona duhet të jenë të mbushura me qetësi, duhet të jenë të mbushura me dashuri, me butësi dhe mirësi. Ti përmbahemi butësisë dhe mëshirës. Problemet si bashkëshort duhet të zgjidhen me butësi, me durim, me urtësi. Bashkëshortët duhet të bashkëpunojnë mes vete me plot përgjegjësi dhe të kujdesen për edukimin e mirë të djemve dhe vajzave. Një ndër shkaqet që më të mëdha që sjell dashurinë mes bashkëshortëve është sjellja e mirë mes tyre dhe bërja mirë ose bërja e mirës ndaj njëri tjetrit. Kjo vëllezër nuk realizohet vetëm kur secili e kryen detyrën e tij dhe jep tjetrit të drejtën që i takon. Kur japim të drejtën tjetrit që i takon, atëherë pa pikë dyshimi që dashuria do të ekziston dhe paqja, qetësia do të sundon. Thot Allahu Azza wa Jall: "Walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf wa lirrijali alayhinna daraja." Ato gratë kanë të drejta, ashtu si edhe kanë edhe detyrime, sipas asaj që është e drejtë. Ndërsa burrat kanë një shkallë përgjegjësie mbi to, pra përgjegjësinë më të madhe e kanë
dhe kujdesin ndaj bashortëve të tyre e kanë shumë të madh, sepse është emanet që i kanë marrë, pra si që cekëm emanet nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot Allahu azza wa jall: "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khayran kathira." Jetoni me to me mirësi, me cilët me gratë tuja, me bashortët tuja, jetoni me to me mirësi, jo duke u përlarë çdo ditë, jo duke u rrejë çdo ditë, jo duke sjell polici para shtëpisë çdo ditë, por jetoni me gratë me mirësi. Nëse ndodh që nuk ju pëlqejnë, ndoshta ju urreni një gjë, ndërsa Allahu në të ka vendosur shumë të mira. Ka diçka që ty të pëlqejnë ajo, por ka shumë gjëra të mira që Allahu e ka dhënë asaj. Edhe shumë të mira pastaj zbulohen edhe me kohë. Edhe shumë gabime përmirësohen gjithashtu në të ardhmen. Prandaj duhet të jetosh me mirësi, me qetësi, kujdes, mos shpejto. Pa ajo e bën këtë, ose ajo thot për burin, buri e bën këtë. Wallahi, mashallah, kemi pas raste ku kam pas një prej rasteve që e ceki si rast, siç kemi cekur na lejohet të cekim raste kështu, pa cekur emra mbi emra nuk na lejohet ajo, se duhet të ruhet privatësia e njerëzve, por e ceki si rast bashorti i saj një falës i namazit, lun lojrat të bigjozit, konsumon edhe drogë, alkohol, e zina, kret. Wallahi kreti për kret. Bashortja e saj nuk hek dorë për ti. Derisa të mund të thotë të këndimoj. Edhe nuk largohet për ti. Dhe kjo më kalan shumë për shtypje. Wallahi krejt, po thëse të këshijet i kështë mbledh. Allah u zoft atë dhe neve të gjithë Rabbel Alamin. E tash aj për bashortën është sprovë. Bashortën është sprovu me një bashortë të tillë. Por sinqeriteti i saj, dashuria e sinqertë e saj ndaj bashortit të saj, nuk hek dorën prej këtij. Dhe do ta ndihmoj sa të mundem. Duke kajt, e duke shpreh dashurinë e saj ndaj tij. Edhe pse bon këtë. Jo, ma boni këtë edhe unë ikim, ma e la, shkoj. Ku shkojmë burë tjetër? Ja. Jetoni me zveti me mirësi. Duroni. Nesër ti mund të sprovohesh të smurët bashorët e jote me ndonjë smundje, ose e kundërta. Ti të smurësh me ndonjë smundje të rëndë, edhe të kujdesit për ty. Jeta është e këtij, nuk dim nesër çka na gjen dhe me çka mund të sprovohemi. Masi që je martuar me të dhe ai me ty, domethënë e keni marrë emanet njëri tjetrin. Dhe ju jeni të gatshëm që të sakrifikoni njëri për tjetrin. Ke ditur që në jetë paraqiten shumë gjëra, që në jetë do kujdesemi shumë, edhe se japim besën njëri tjetrit, bashkë deri në xhennet. Bashkë deri në xhennet. Çfarë do të ndodhet do sakrifikojmë njëri për tjetrin. Buri vun gruaja do vuaj për të. Vun gruaja dhe buri do vuaj për të. Nuk i dan asgjë ato, pos Allahu subhanahu wa taala. Kjo është sinqeriteti. Edhe wallahi kjo rast më ka lënë shumë përshtypje, si motër me të vërtetë e sinqertë edhe me një dashuri të sinqertë ndaj bashortit të saj, pa marrë parasysh se çka bonte, si bonte, unë nuk keki tha dorë prej këtij, edhe derisa ardh këtu të unë që takohen edhe të bëjmë një bisedë edhe të mundohemi në një farë mënyrë të ofrojmë ndihmë. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Istausu bin nisa'i khaira", silluni mirë me gratë. Këto argumente janë dëshmi se sa rëndësi i ka dhënë Islami gruas. Nëse atë shumë rëndësi që nuk ka kush tjetër mund t'jape më shumë rëndësi, vlerë, pesh. Silluni mirë me gratë. Ato janë nën përgjegjësinë tuaj. Ndjeni se ju keni të drejta mbi gratë tuaja, dhe ato kanë të drejta mbi ju. Pra ju keni obligime dhe ndaj tyre dhe ata kanë obligime ndaj jush. Kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: një besimtar të mos e urrej bashortën besimtare. Nëse nuk i pëlqen një cilësi e saj, le të jetë i kënaqur me një cilësi tjetër. S'po më pëlqen se shumë fol.
Po, a ka diçka tjetër që është e mirë që të ajo që të pëlqen? Po, këshyrja të haroj këtë. Sa tjera gjeja cika që ka të mira dhe të pëlqen, këshyrja ato. Unë dojë të harojsh këtë. Po, su fukoso vetëm ke një gabim, ke një dobësi të saj që ajo e ka. Edhe ma esh vetëm për të. Jo. Shifja gjërat pozitive që i ka. A negative dhe tike. Dobësi dhe tike plot. Edhe tike gjërat që asaj si pëlqen. As ajo duhet t'i sheh dobësit e tua, as që ti duhet t'i shohësh dobësit e saja. Marrëdhënia bashkëshortore nuk është vetëm ndjenja dashurie dhe emocione. Ajo, si që thamë, kërkon edhe sakrificë. Sakrificë nga të dyja palët. Jo vetëm sakrificë që kërkohet nga burri për bashkëshortën, nga të dyja palët. Në mënyrë që familja të jetojnë në qetësi dhe prejhje, të ndërtohet mbi sinqeritet dhe besnikëri, e jo mbi tradhtinë dhe gënjeshtrën. Një prej shenjave të sjelljes së mirë me bashkëshortëve është edhe ruajtja e sekreteve të njëri tjetrit me të cilën edhe do ta përfundojmë këtë ligjërat. Pra një prej shenjave të sjelljes së mirë dhe të kujdesit. Ata i ruajnë gjërat sekrete njëri tjetrit. Jo çka i tregon, çka i thot, çka bën bashkëshortja, ai del jarani dhe u tregon të tjerëve. Ose e kundërta. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Ata janë veshje për ju dhe ju jeni veshje për to. Kur ke ftohtë, çka bën? Vishesh. Mbrohesh. Pambulohesh. Zbukurohesh. Kështu është bashkëshortja për ty dhe ti për atë. Si që të mbulon veshja, e ti duhet t'ja mbulojsh gjërat sekrete asaj dhe ajo ty. E jo të dalish dhe të tregosh të tjerëve se çka bon, çka ka, si bon bashkëshortja jote. Kjo nuk duhet bërë në asnjë mënyrë. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadith shumë i rëndësishëm për gjithë haditheve, Inna min asharri nasi inda Allahi manzilatan yawm al-qiyamah. Ar-rajul yufdi ila imrati wa tufdi ilayhi thumma yashuru sirraha. Ndër njerëzit me pozitën më të keqe tek Allahu, pra njeriu më i keq tek Allahu. Në ditën e Kiametit është ai burr që bashkohet me gruan e tij. Si bashkohet, marrëdhënie mes vetë, bashkohen. Kalojnë kohë bashkërisht, dhe ajo gjithashtu me bashkëshortin e saj, dhe pastaj ai i përhap sekretet e saj. Ka kësi bura të fliqt. Të cilët ju tregojnë të tjerëve se çka si veprojnë me bashkëshortet e tyre. Kjo është njeriu më i keq në ditën e Kiametit para Allahut azza wa jall. Kjo është njeriu më i keq. Pse më keq? Se njeriu më i afërt, më i dashur, më i mirë, ti shfaq gjërat sekrete. Dhe u angacmon epshet të tjerëve duke i treguar gjërat sekrete. Dhe u abon përshkrimin tënd, pra përshkrimin e bashkëshortes, u abon të tjerëve, që të tjerë pastaj kur ta shohin nesër me bashkëshorten e tij, kështu që çdo herë të mendojnë për atë si ky u ka përshkruar. Nuk ka njeri më i keq se ky. Dhe nga xhelozia kisha thënë, nëse një grua merr vesh e kupton se bashkëshorti i saj ja shfaq sekretet asaj, lirisht kërko divorc, largohu prej tij. Nëse nuk pendon dhe nëse nuk ndalet, largohu prej tij. Nga xhelozia. Të mirë me bashkëshortëve vëllezër është gjithashtu të mbyllin sytë ndaj gabimeve të vogla. Të falin lëshimet dhe të metat. Ma boni mirë dhe, ai ta boni dhe ti ja boni. Po më bërtiti, boj dhe ti i bërtiti. Gabime ekzistojnë të dy palët dhe mos të kërkohen gabimet, mos të hulumtohen gabimet e njëri tjetër. Për të jetuar jetën të qetë. Jeta është e tillë. Po qyshe po mu ma grenzanin. Okej, prit një qëtësohet situata, se pas ta i kime folë si që duhet dhe kime këshëll. Gjithashtu edhe ajo ty. Të pritet njëri tjetëri me fytyrë të buzëqeshur.
të shprehin dashurinë njëri tjetrit, të mos kërkohen vazhdimisht gabimet e tjetrit, të shmanget qortimi dhe kritika e tepërt, sepse këto gjëra e prishin dashurinë dhe rrënojnë harmoninë në familje. Nëse çdo çështje vazhdimisht e qorton mikun tënd, nuk do të gjesh kur një mik që nuk ka asgjë për tu qortuar, është një poezi. Nëse çdo çështje e qorton armikun tënd, ose ne themi ndryshe, nëse ti kërkon shok pa të meta, ti do të mbetesh pa shok. Nëse ti kërkon bashortë pa të meta, ti do mbetesh pa martu. Ose nëse gruaja bashortë ose femra kërkon bashortë pa të meta, dhe do të mbetet pa burr. Sepse është diçka e pamundshme. Edhe ai edhe jo i kanë të metat të veta. Edhe ai edhe jo i kanë gabimet, kështu që është një tentim i pa arritur. Se edhe ti i ke gabimet e tua, edhe ai ka gabimet e veta, thot Allahu Azza wa Jall, "Wala tansawu al-fadla bainakum", mos harroni mirësinë që keni pasur ndaj njëri tjetrit. Mos harroni këtë. Pa marrë parasysh çka ndodh mes juve dyve, por mos harroni mirësinë. Gjithashtu thot Allahu Azza wa Jall, kthehet keqen me atë që është më e mirë. Ajo u sill keq, ti sillu mirë. Ose nëse ai u sill keq, ti sillu mirë, kështu Allahu do të shpërblen për durimin, udhësinë, sabrin që e përdor, që e bën për të pasur harmoni mes juve si çift, si bashkët, dhe Allahu do t'ju shpërblen të dyve për mundin kontributin që të arruni atë qetësinë, harmoninë, paqen në familje dhe për ta ndërtuar një familje që shëndosh pa urtësi, pa sabër, pa durim, pa mençuri, nuk arrihet dhe nuk ndërtohet, dhe siç e thekëm është tulla e parë. Nëse ju si familje nuk jeni të mirë, edhe shoqëria nuk do të jetë e mirë. Nëse ju jeni mirë, edhe shoqëria do të jetë e mirë në të cilën ju jetoni, sepse prej një familje ndërtohet shoqëria. Lut Allahun Azza wa Jall që Allahu t'i ruan familjet tona. Allahu ta ruan atë qetësinë, dashurinë, harmoninë mes bashkëshortëve, ta shton dashurinë mes tyre dyve, ta largon nga zemrat atyre çdo dyshim, çdo urrëtie, çdo mendjemallsi dhe çdo mendim të keq. Allahu siç na ka bashkuar si bashkëshortë në këtë dynja, na bashkoftë edhe në xhenetet e tij bashkarisht, bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.